Mjekët e Spitalit Amerikan 2 kanë arritur të shpëtojnë një të mitur falë eksperiencës dhe teknologjisë së tyre. Ne kemi arritur të realizojmë këtë lloj interventi në mënyrë endoskopike, që do të thotë është më e thjeshtë për fëmijën dhe ka një ndjekje mbas operacionit shumë herë më të thjeshtë, plagët janë më të vogla dhe rikuperimi është më i shpejtë. Shprehen se ky operacion u realizua për herë të parë me ndërhyrjen e veçantë. Kjo lloj teknike është mini-invazive, që do të thotë fëmia rri vetëm një natë në Spitalin Amerikan 2 dhe të nesërmen shkon në shtëpi pa diskutim në mjekim ambulator. Mjekët vlerësuan bashkëpunimin me familjen, por edhe theksuan se operacioni u zhvillua me sukses të plotë. Realizimi i këtyre ndërhyrjeve komplekse nuk është vetëm merit e stafit kirurgjikal dhe reanimator, por fillon që nga mjeku pediatër që e vlerëson, nga ndihma që japin edhe familjarët tek besimi që japin ekipit për realizimin e ndërhyrjes, si edhe në mënyrë të veçantë duhet falenderojmë gjithë stafin e infermierëve, qoftë në sallë, në reanimacion dhe të pavionit, të cilët na bëjnë punën më të lehtë dhe më të sigurt për të suportuar sa më mirë fëmijët që u nënshtrohen këtyre ndërhyrjeve. Kjo nuk është hera e parë që në Spitalin Amerikan zhvillohen operacione të ndërlikuara dhe me sukses të plotë.